Do ju sjell ca argumenta të hatashëm që do mbeteni pa mend. Marrim fjalën e kot, i kot, dhe kjo është një fjalë shumë e veçantë në gjuhën shqipe, sepse është bashkim i dy fjalëve me burime të ndryshme. Autorët shqiptar, autorët e veriut, kanë ngatruar fjalën kotem, që do të thotë pushoj, mbasi ke pjellur diçka. Do me thënë, lehona kur pushon mbasi ka pjellur këlyshin, kotet. Dhe kjo është fjalë e gjetur në gjuhëslave. Ta shikojmë monitorin. Pra, të dashur shqiptar, siç e shikoni dhe ju vetë, fjala kotem ka kuptimin një lloj si në shqip. Kemi kotaleti, rrotullohem, një lloj si në shqip. Kotullohem. Kemi koturati në gjuhëslave, me kërcy, dhe kemi katerika, që do thot ketër, si në shqip. Por fjala shqipe kotem, dremit, ka kuptimin të pushosh mbasi ke pjellur një këlysh për kafshët. Dhe kemi në gjuhën bieloruse kaqiq, kemi në rusisht katit, kemi në gjuhën ukrainase kotyti, kemi në bullgarisht kataja, kemi në slovenisht kotiti, kemi në çekisht kotitse, kemi në gjuhën polake kocic, dhe kemi në gjuhën sorbian, që është folur pranë Polonisë, kocic. Pra dhe njëherë është pikërisht folja kotiti, që do thot edhe të japësh një pjell të re, por edhe të pushosh, të rrotullohesh. Pra, fjala kot në gjuhë slave është gjithashtu e lidhur me fjalën kot me kuptimin mace, kotele, si në shqip. Dhe kemi gjithashtu kotiti, rrotullohem, bëj këlysh, pushoj mbas pjellës së këlyshit. Dhe në të gjitha gjuhëslave ka kuptimin bëj këlysh, macja bën këlysh, kot i thon macës në gjuhën slave. Pra, në gjuhën ruse kemi koticia, në gjuhën ukrainase kemi koticia, në bullgarishte kemi kotja, në gjuhën serbe kemi kotiti, në variantin çakavian serb kemi kotiti, në slovenisht kotiti, në gjuhën çeke kotiti, në gjuhën polake kocic, po ashtu në gjuhën sorbian, që është folur pranë Polonisë, kemi kuqic. Pra dhe njëherë, në gjuhë slave, me pjell macja, që quhet kot, nga kjo ka ardhur kotele, dhe në shqip kemi kotele, kotullohem, rrotullohem, dhe kjo ka hyrë pra dhe në gjuhën e buzukut, dhe ka kuptimin kotem, pushoj mbas pjellës, do të thënë macja pushon mbasi ka pjell kotelet. Po ashtu kemi fjalën e kot, do të thënë komplet e kot, pa kuptim. Por fjala e kot pa kuptim nuk vjen nga fjala kotem, që do thot pushoj mbasi kam pjellur si mace. Do ta shikojmë ne që fjala kot, që do thot pa kuptim, ka një burim tjetër, krejt të ndryshëm. Ju lutem shikoni ekranin edhe një herë. Fjala kotem, edhe një herë dhe kotullohem, është e rrjedhur nga gjuhët slave. Dhe është përzierë me një fjalë tjetër të jashtëzakonshme, do ta shikojmë tani se cila konkretisht. Të dashur shqiptar, fjala e kot, i kot, është shumë e rëndësishme sepse kjo fjalë është një përkthim i latinishtes, incasum, që ka kuptimin e kot, dhe incasum ka kuptimin in, që do të thot në, dhe kasum, që do të thot bosh, e zbrazët. Pra shprehja incasum në shqip e kot është në fakt rasa kallëzore e latinishtes, dhe në këtë ras është gjendur në të gjitha gjuhët romane, përfshi dhe rumanishten, edhe shqipen, edhe arumanishten. Dhe do ta shikojmë ne tani. Të dashur shqiptar, siç e shikoni, incasum e latinishtes është interpretuar nga gjuhët romane incubitum. Ç'do të thot incubitum? Fjala incubitum vjen nga cubitum, që do të thot bëryl, por edhe mas për të matur diçka, dhe në shqip kjo gjendet si kut, do me thënë nga shkurtimi i fjalës kubitum. Ky shkurtim ka ndodhur në të gjitha gjuhët romane,
dhe kemi në arumanisht kot, kotu, në gjuhën rumune kot, në napoletan gjuvetto, vute, utte, vjute, gjuvette, italisht e lasht gombito, sicilian guvittu, gjuvittu, uvittu. Në italisht e në veriut, në emilian gomet, gambt, gambd, gomat. Në gjuhën lombarde, gombed, në gjuhën romansh, kumbel, kundun, në friulian, kumedon, në istriot, kumio, në ladin, kumedon, në gjuhën e Venedikut, gumio, gomio, gombio, komio. Në gjuhën franco-provençal, kodo, në frëngjishtën e vjetër, kute, kode, kot, kjut. Në gjuhën e normanëve, është një lloj si në shqip, kut. Pra fjala kut e shqipes, ose shkurtimi kubitum, ka ardhur drejt për drejt nga pushtuesit norman që krijuan mbretërinë e Albanias. Pra normanët, që ishin viking, e harruan gjuhën e tyre gjermanike dhe përqafuan gjuhën latine dhe filluan të shkurtojnë fjalët një lloj siç e shkurtojnë shqiptarët dhe të gjitha fjalët që janë gjetur në gjuhën e normanëve, të cilët pushtuan Italinë e Jugut, Kalabrin dhe prandej pushtuan perandorinë e Bizantit dhe krijuan mbretërinë Albania, pra kjo mbretëri Albania nuk ishte të bënte fare me albanët e lashtë ilir, emri të cilëve vjen nga Alba plus nos, që është prapashtesë e helenishtes, dhe kemi Albanos, ose Darda, që do thot drith, Dardanos. Të dashur shqiptar, jeni tani të bindur që fjala kut e shqipes është fjalë normane, dhe këta norman nuk kanë lidhje fare absolutisht me ilirët e lashtë. Fare. Dhe fjalët e shkurtuara të shqipes nuk kanë ardhur pra nga latinishtja, por kanë ardhur nga normanët, nga pushtuesit norman. Mbretëria e Albanias, që u ngrit nga normanët, ka toponime slave, sepse kur erdhën normanët në Shqipëri, aty ishin vendosur slavët që në shekullin e 6. Pra, këto fjalë nuk kanë ardhur nga latinishtja në Shqip, siç e shikojmë, por kanë ardhur në shekullin e 11-12 nga normanët. Jeni të ndërgjegjshëm apo jo? Kjo fjalë pra gjendet në formën kut, vetëm në gjuhën e normanëve dhe në gjuhën shqipe. Pra do t'jesh i verbër të mos ta kuptosh që fjalët e latinishtes në Shqip kanë ardhur nga normanët, jo nga latinishtja, jo nga ilirishtja. Dhe normanët kanë ndikuar mbi gjuhën arumune dhe rumune. Pra, arumunët nuk janë ushtarët latin, e shikoni apo jo? Por janë gjithashtu dhe ata norman. Pra forma kot, kotu, gjendet vetëm në frëngjishtën e vjetër, në gjuhën arumune, rumune dhe shqipe. Ndërkohë që në gadishullin iberik, gjuha latine evuloi krejt ndryshe. Kemi në aragoneze coudo, kemi në asturian koldu, kodu, leoneze koldo, në gjuhën galician dhe portugeze covedo, cobedo, po ashtu në galician cobado, cobedo, codabo. Po ashtu në portugalisht koto, si në frëngjisht, dhe covado. Në spanjishtën e vjetër kemi cobdo, kemi në gjuhën e Sardenjas cuidu, cuitu, cuvidu. Pra edhe gjuha e Sardenjës është ndikuar nga gjuha e normanëve, sepse ata gjithashtu pushtuan dhe Sardenjën. Pra dhe gjuha tyre nuk vjen nga latinishtja, nuk vjen nga pellazgjishtja, por vjen nga gjuha e pushtuesve viking që flisnin variantin e latinishtes. Pra të vetmet gjuhë ku kanë mbetur shenjat e normanëve janë portugalishtja e vjetër, gjuha e Sardenjës, gjuha e rumunëve dhe gjuha shqipe.
Pra më kot, armunët e kanë emrin vllah, që do të thot Vilusian, sepse nuk janë Vilusian, nuk janë as latin, janë norman. E shikoni apo jo? Forma me një të pazëshme është vetëm në gjuhën e normanëve. Është një vend i veçantë në veri të Francës, i pushtuar nga normanët. Fjala norman ka kuptimin pushtues nga veriu i Francës. Pra ishin fise nordike që harruan gjuhën e tyre, përqafuan latinishten dhe i shkurtuan fjalët në këtë mënyrë që gjenden vetëm në shqip dhe në rumanisht dhe në gjuhën e Sardenjës. Po historia e Shqipës nuk mbaron këtu. Kjo është vetëm fillimi i së keqes, që ta dini ju. Tani të kthehemi tek etimologët shqiptar, që janë që të gjithë mashtrues, dhe thonë që fjala kut e Shqipes vjen nga kubet, një lloj kubeti, nga kubitu me latinishtes, dhe kjo nuk është e vërtet as pak, sepse fjala kut e Shqipes vjen drejt për drejt nga gjuha e normanëve, dhe s'ka lidhje fare me latinishten. Po ashtu dhe aromanishtja dhe gjuha rumune nuk kanë lidhje fare me latinishten, absolutisht. Të gjitha vijnë nga frëngjishtja e vjetër, nga gjuha e normanëve. Pra për fat keq, këto fjalë nuk janë të trashëguara nga ilirët, e kuptoni apo jo? Janë marrë nga pushtuesit norman. Janë fjalë të freskëta, franceze. Pra të dashur shqiptar, jeni komplet të bindur që fjala kot ka ardhur nga gjuha e normanëve. E sigurt. Nuk është fare fjalë e latinishtes, do me thënë me origjinë nga latinishtja, po nëpërmjet frëngjishtes ka hyrë në arumanisht, rumanisht dhe në shqip, dhe në gjuhën e Sardenjës. Dhe nuk ka pellazg, siç e shikoni fare. Është një mashtrim, ideja e gjuhës pellazge, që kjo është fjalë normane e pastër, provohet me toponimet në Rumani. Një fshat Kuka në Rumani quhet Kotu. Një fshat në Uda në Rumani quhet Kotu. Një fshat në Kopalau quhet Kotu. Një fshat në Breasta quhet Kotu. Pra janë me qindra fshatra, me qindra toponime me origjinë normane në rumanisht. Pra pushtuesit norman kanë ardhur nga veriu i Francës, kanë pushtuar Italinë, nga Italia janë hedhur tek Bizanti, dhe tani jeni të bindur që vllehet nuk janë Vilusian, por janë pasardhës të pushtuesve norman. Po ashtu nuk janë pasardhës të legioneve romake, por janë pasardhës të pushtuesve norman. Çdo gjë është e regjistruar, pra në çdo lloj toponimi, pushtimi norman në Rumani. Po këta norman kanë ardhur nga bregdeti i Shqipërisë, i Arbërisë. Pra ata e coptuan Bizantin në disa fragmente, dhe një nga fragmentet ka qenë Rumania dhe fragmenti i dytë ka qenë pra Arbëria, Albania, siç e quajnë ata. Por jeni të bindur tani që Albania e normanëve nuk ka të bëjë fare me fisin Albanoi, që ishte me origjinë helene, ilire, emri të cilët vjen nga gjuha helene, Albanos, njeri i bardh ose prift i bardh. Por të këqijat e gjuhës shqipe s'kan mbaruar akoma. Shikoni edhe një herë, në gjuhën shqipe kemi fjalën kot, që do të thot viçi i buallicës, kemi dhe kotele, që do të thot pjell e maces, kemi dhe kotor, kotore, kotoric, janë të gjitha huazime slave. Dhe vijnë nga slavishtja kotiti, me pjell ose kotem, pushojnë pasi kanë pjellur këlyshin. Është gjuhë macesh. Prej kësaj fjale vijnë dhe fjala ketër, që do të thot mace që fluturon, nga pema në pemë, mace që kërcen. Ketër, në gjuhën bullgare dhe në gjuhën shqipe. Pra kjo është gjuha shqipe. Dhe autorët e vjetër, e shikoni apo jo, kanë gatruar fjalën slave, që do thot kotem, me fjalën i kot, që në latinisht ishte incasus, por në gjuhët normane u bë incubitum. Pra në shqip kemi kotohem, kotullohem, kotem, dhe këto janë derivativat të slavishtes, ndërsa kot ose i kot është derivativ i gjuhës së normanëve. E shikoni?
ndërkohë që autorët e huaj e nxjerrin këtë fjalë ose të trashëguar ose të ardhur nga greqishtja skotos, që do të thotë errësirë. Dhe këtë thot dhe Kolet Stopalli, ja do ja tregoj unë tani. Kolet Stopalli thot që kjo vjen nga kotos, që do të thotë mëri, më keq akoma. Këtë ka thënë Kamarda. Dhe është fjalë e trashëguar, kot. E shikoni apo jo? E kujton si fjalë ilire, Kolet Stopalli. Por siç e shikoni, kjo është fjalë me origjinë nga gjuha normane me kuptimin in cotum ose in cubitum. Por autorët e lashtë të gjuhës shqipe nuk kuptonin as arbërishten, sepse kanë ngatruar një fjalë slave, kotem, që do thot me pjell dhe të pushosh mbasi ke pjellur, macja që pushon, ose lopa, mbasi ka bërë klyshin, me fjalën kot, kubitum. Dhe disa autorë të tjerë të shquar mendojnë se ndoshta kjo fjalë vjen nga greqishtja skotos, që do thot errësirë. Dhe shqiptarët tanë të mençur, siç e shikoni dhe ju në ekran, thonë që nga burimi shqiptar, kjo fjalë ka hyrë në arumanisht, in kotu, dhe në rumanisht, din kot. Pra kjo fjalë thonë ata ose vjen nga kotos, që do thot zemërim prej greqishtes, ose skotos, errësirë prej greqishtes. Dhe pas ka hyrë nga shqipja në rumanisht, ndërkohë që shqipja nuk ka patur fare literaturë. E kuptoni apo jo? Është e kundërta. Kjo fjalë ka hyrë nga gjuha normane në rumanisht dhe në shqip dhe në gjuhën e Sardenjës. Po gjë më e tmerrshme është diçka tjetër. Kur unë kam qenë nxënës, më thonin pedagogët që në gjuhën shqipe tek mbiemrat nyja e përparme ka ardhur nga fundorja e emrit paraardhës. Për shembull, djal i bukur, ija e mbiemrit ka ardhur nga djali. Kështu thotë Qeremçabej, sepse Qeremçabej nuk di shqip. Po kështu thonë dhe akademikët e tjerë të Shqipërisë, të cilët gjithashtu nuk din shqip, as latinisht, as gjuhë romane absolutisht fare, as një lloj gjuhë ata nuk din. Pra, po ta shikosh fjalën më kot në gjuhët romane, në latinisht, vjen nga parashtesa in. Pra në gjuhën romake ishte in kasum, ndërsa në gjuhët romane u përkthye in kubitum. Dhe u shkurtua in kotum ose in kotu. Dhe që ndodh tashti në gjuhën shqipe, autorët shqiptar e ndajnë fjalën in kotu në dy pjesë, sepse gjuha shqipe nuk shkruhej deri në atë moment kur ata filluan ta shkruanin. Pra, që bëjnë ata, e dëgjojnë fjalën in kotu dhe nga mënyra se si dëgjohej fjala in kotu, ashtu e shkruajnë ata, me të ndërprera i veç dhe nën e bashkojnë me kotu. Dhe kështu krijuan mbiemrat në shqip. In kotu dhe ashtu krijua dhe mbiemri inalt. Pra inalt ishte in alto dhe që bëjnë shqiptarët, e veçojnë in nga nëja dhe shkruajnë inalt. Po ashtu in kotu e veçojnë in nga nëja dhe shkruajnë i në kotu. Ky është zbulimi më i neveritshëm që kam bërë ndonjëherë në jetën time. Të dashur shqiptar, ka ndodhur majmunizimi i gjuhës shqipe. Pra, folësit e shqipes që ishin pranë arumunëve, ata barinj që u bën pastaj shkrimtar, fetar, priftërinj, ç'bën? Merrnin fjalë arumune, in kotu, in altu, dhe ç'bëjnë? Veçojnë in nga nëja dhe en nga nëja. Dhe ata emra që krijuan me en janë të gjitha në gjuhët romane, gjithashtu ka kuptimin e kot. Me en, ata u bën mbiemra femëror në shqip. Eja u zhvendos nga nëja, nëja u përngjit me mbiemrin pasardhës dhe en mbeti si nyje, dhe këto unë kam vënë re në gjuhën e Buzukut, dhe thoj si ka mundësi që ai mbiemrat i shoqëronte me nyjen en. Unë kujtoja
se kjo ishte ilirishte e lashtë dhe kjo ishte forma hundore e ilirishtes. E kuptoni apo jo? Këtë përshtypje kisha unë dhe doja të bëja një film të veçantë. Dhe shqyr që nuk e bëra, për fat mirë nuk e bëra këtë film, sepse deri tani, ja, do të them unë, data sot është 9 maj. Të dashur shqiptar, data sot është 9 maj 2023. Dhe unë sot kam kuptuar për herë të parë, mbas 30 vjet pune si gjuhëtar, se Buzuku e ka kuptuar komplet gabim gjuhën e rumunëve. Dhe gjuhën rumune. Ç'kan bërë shkrimtarët ose barinjt shkrimtarë të Shqipërisë? Dëgjoni fjalë rumune. In kotu ose en kotu dhe përdorën këtë si nyje të mbiemrave. Me en janë bërë mbiemrat e gjinisë femërore dhe me in mbiemrat e gjinisë mashkullore. Kjo është e tmerrshme, kjo që ka ndodhur. Unë kujtoja se kjo ishte një mënyrë të folur nga ilirishtja, duke marrë parasysh fjalën pensa e Shkodrës. Pra pensa me e hundore është gjetur në të gjitha gjuhët indo-europiane, përfshi gjuhët nordike dhe ato slave dhe greqishtën e lashtë. Pra unë kujtoja se kjo ishte hundore, e naturalizuar, ndërsa në fakt kjo është in ose en e latinishtes dhe këta emra ishin gjithmonë në rasën kallëzore dhe kjo vijej në krye të fjalisë në latinishten e vonë vulgare. Por u bë një mënyrë të folur në latinisht që filluan të përdoreshin emrat dhe mbiemrat e rasës kallëzore si emrat e rasës emërore. Dhe pastaj kjo u bë e përhapur në të gjitha gjuhët romane që lindën si bija të latinishtes, përfshi edhe shqipen. Pra, në format e mbiemrave ne nuk kemi fundoren e emrit paraardhës të përdorur si ny e mbiemrit pasardhës në shqip, absolutisht jo, por kemi të gjithë emrat paraardhës dhe mbiemrat pasardhës të gjithë ishin në rasën kallëzore, që përdori më vonë si rasë emërore në ilirishten e lashtë, në shqipen e lashtë. Dhe kështu kanë lindur pra mbiemrat inalt në gegërisht me in alto. Dhe kjo është gjetur në të gjitha gjuhët romane dhe për fat mirë e kam bërë këtë film të sakt, është në internet. Dhe unë kisha një dyshim brenda mendjes time që ndoshta vërtet shqiptarët ishin kaq të trash sa që kanë ndarë para fjalën in dhe en. In mashkullore, en femërore kanë ndarë në dy pjesë sepse gjuha shqipe nuk shkruhej. Dhe kur nisën ta shkruajnë, dhe kjo dallohet sidomos me mbiemrin i kot, e kot, in kotu mashkullore, en kotu femërore. Kjo gjendet në rumanisht dhe në arumanisht dhe në shqip. Pra, barinjt shqiptar dhe barinjt kosovar dhe barinjt e Malit Zi dhe barinjt e Maqedonisë, të gjithë barinjt e Shqipërisë, që filluan të shkruan në gjuhën shqipe, e ndan para fjalën latine in që përdorej për emra mashkullor dhe en për emrat femëror në rasën kallëzore, por dhe për mbiemrat, e ndajnë këtë parafjalë në dy copa. Pjesa e parë është i për mbiemrat mashkullor dhe e për mbiemrat femëror, dhe pjesa e dytë, n-ja, hundore, i bashkangjitet mbiemrit. Kjo dallohet shumë qartë tek fjala in alt, i n alt, nga in alto në latinisht, dhe in kotu, që vjen nga in kubitum. Pra jeni të ndërgjegjshëm se si janë krijuar mbiemrat në shqip. Lexoni tekstet e Buzukut. Në të gjitha tekstet e Buzukut, mbiemrat femëror dalin me n dhe mbiemrat mashkullor dalin me in. Por, siç e shikojmë, Buzuku madje reduktonte. Binte eja fare nga një herë dhe mbeteshte vetëm forma nazale n. Binte ija fillestare dhe mbeteshte vetëm forma nazale n tek gjuha e Buzukut.
Pra të dashur shqiptar, sot, më 9 maj 2023, unë pa dashur kam zbuluar se si janë krijuar nyjet e mbiemrave në Shqip. Nga keq interpretimi i fjalëve të arumanishtes dhe romanishtes në Shqip, janë krijuar mbiemrat e Shqipes. Pra dhe njëherë, shqiptarët kanë gatruar një folje slave me një shprehje latine, i kanë bërë çorap, i kanë përzier. Fjala kazan vjen nga turqishtja, qazan. Pra ashtu si në një kazan ku gjen të gjitha llojet e materialeve të ndryshme, nga të gjitha gjuhët e ndryshme që na kanë pushtuar neve, po ashtu në Shqip gjenden të përziera. Fjala slave kotem, pushojnë pasi kam pjell kotele. Fjala ketër, që do thot mace që hidhet nga pema në pemë. Fjala kot, që ka kuptim mace që pushon. Dhe fjala kubitum, që u bë kut dhe kot, nga gjuha e normanëve që krijuan mbretërinë e parë shqiptare. Albania e shqiptarëve, këta jemi ne. Dhe ky është shkaku që ne nuk i kuptojmë dot emrat e ilirëve, fiset ilire. Pra vendi im është kthyer në Kazanistan. Kazanistan është vendi i Kazanit, ku hidhen plerat nga të gjitha gjuhët e pushtuesve që na kanë ardhur ne deri tani. Pra, këto janë gjurmë të freskëta të arumunëve, rumunëve, normanëve, turqëve, slavëve. Po ka dhe gjurmë të tjera që është shumë vështirë që të zbulohen, sepse Shqipëria është pushtuar 37 herë. Pra Kazani i Shqipes ka 37 shtresa. Sa më thellë të shkosh, aq më shumë gjen, pra elemente. Gjoja ilire, po janë pjesë e gjuhës së Kazanit.